të organizuar në oborin e Akademisë së Shkencave. Gjithmonë një ditë e librit, një panajër i librit është event shumë i rëndësishëm, shumë i domosdoshëm për kërkimin shkencor, për jetën akademike, për gjithë shoqërinë tonë. Dhe natyrisht promovimi i librave me vlera shkencore, me vlera akademike, po dhe me vlera kombëtare dhe historike, përbën jo vetëm një kontribut dhe një evidentim të cilësive dhe përkupimit apo përkushtimit të autorëve, po dhe një vlerë për ne të gjithë, për dy akademitë e shkencave, për institutet kërkimore shkencore, për studiusit dhe për gjithë shoqërinë shqiptare të interesuar për tema të tilla me rëndësi kapitale dhe madhore për historinë tonë, për kulturën tonë, për shkencën dhe për akademizmin në Shqipëri. Po presim dhe profesor Pascal Milon, i cili po na bashkëngjitet, për të vazhduar me promovimin e këtyre botimeve. Fjalën për kaloj profesor Xenofon Krisafit, i cili vjen me 2 botime të reja, lufta e Kosovës në labirintet diplomatike dhe në Gjenevë për Kosovë, fjalime në institucionet ndërkombëtare. Profesor, fjala për. Faleminderit profesor. Faleminderit nderuar kolegë dhe miq pjesëmarrës në këtë ceremoni të promovimit të librave që Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë ka përzgjedhur për t'i paraqitur në këtë veprimtari. Unë do t'i rikthem edhe një herë një libri që nuk është i ri, është botuar para disa vjetësh, por që është gjithmonë aktual sepse ka të bëjë me një temë shumë të rëndësishme, shumë të veçantë dhe shumë të përzemër për secilin prej shqiptarëve, këtej apo andej kufirit. Kosovë. Zanafilla e këtij libri nis me angazhimin tim në një veprimtari të veçantë që ishte veprimtaria diplomatike. Në vitin 1998, unë caktova ambasador i Shqipërisë në zyrën e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat tjera ndërkombëtare në Gjenevë. Ishte pikërisht koha kur në Kosovë kriza që kishte vite që kishte nisur shfaqej me përmasa ekstreme. Madje pas pak do të fillonte lufta dhe pas pak do të fillonte kostoja shumë e madhe që populli i Kosovës pagoi për atë luftë. Dhe duke qenë se fundi i vitit 1998 dhe fillimi i vitit 1999 më gjeti në detyrën e ambasadorit në Kombet e Bashkuara, detyra ime kryesore ishte pikërisht Kosova. Natyrisht, unë nuk isha ambasadori i Kosovës, isha ambasadori i Shqipërisë, por prioriteti kryesor i politikës së brendshme dhe politikës së jashtme shqiptare në atë kohë ishte pikërisht Kosova. Kjo është edhe arsyeja që pothuajse gjithçka që kishte të bënte me Kosovën në Gjenevë, në organizatat e shumta ndërkombëtare që kanë selinë e tyre atje, do të kalonin përmes misionit shqiptar të Gjenevës. Ishte janari vitit 1999, kur në Reçak të Kosovës ndodhi një ndër masakrat e mëdha, ku vran me gjaktësinë tipike të qinjve tanë verior, rreth 45 vetë. Dhe në zyrën e ambasadorit të Shqipërisë, hyn vrutas atë mëngjes një djalë nga Kosova me një tuf fotografish dhe me disa kompakt disk ku tregoheshin pikërisht ajo çka kishte ndodhur. Natyrisht kërkohesh një reagim dhe reagimi i parë që duhet të vinte duhet të ishte paraqitja në zyrat përkatëse të Gjenevës për të treguar se ç'kishte ndodhur dhe për të kërkuar ndërhyrjen e tyre të menjëhershme. Ky ishte si thua inaugurimi i misionit shqiptar të asaj kohe në Gjenevë me luftën e Kosovës.
Unë takova me Mary Robinson, që ishte kryetarja e Komisionit të Drejtave të Njeriut, dhe i kërkova që të ndërmjetësonte me njëherë që kjo masakër të merrte fund. Ura re që kishte një lloj dyshimi që jo, se kjo nuk duhet jetë kështu, janë gjëra që edhe egzagerohen, prym që e gjeta edhe te Sadako Ogata, që ishte komisarja e lartë për refugjatët, por ditët që vazhduan treguan që ishte shumë herë më tepër nga sa e mendojnë ata, dhe pastaj filloi angazhimi. Ky angazhim, që nuk ishte angazhim i misionit shqiptar, aq më tepër nuk ishte angazhim vetëm i titularit të këtij misioni, por ishte angazhim i gjithanshëm i shtetit shqiptar të asaj kohe, i cili, siç e thash në fillim të fjalës time, kishte përcaktuar Kosovën si prioritet të prioriteteve të politikës brendshme dhe politikës jashtme, dikujt që ka një moshë caktuar. I kujtohet që në Kukës funksiononte një zyrë e lartë qeveritare në shërbim të halleve të problemeve që bartin me vete kosovarët që kalonin kufirin për të strehuar në territorin e Republikës së Shqipërisë, kurse gjithë politika shqiptare e jashtme u vënë në dispozicion të kësaj pune. Profesor Pascal Milua, që ishte në atë kohë ministri i punëve të jashtme, bashkë me një ekip tjetër, u zhvendos në Paris për të kontribuar që çështja e Kosovës të trajtohej dhe të zgjidhej sa më mirë dhe sa më drejt. Dhe duke qenë se problemet ishin shumë të mëdha dhe kërkonin një trajtim dhe një zgjidhje shumë të thellë dhe me kompetencë të fuqishme, por që nuk ishte të bënte vetëm me Shqipërinë, por kishte të bënte edhe me faktorin e jashtëm. Atëherë, sipas udhëzimeve dhe porosive që vinin nga qendra, edhe misioni shqiptar, krahas ambasadës në Paris, misionit në New York, ambasadës në Washington, misionit dhe ambasadës në Bruxelles e tjera, ju përveç punës për të trajtuar dhe kontribuar në këtë çështje. Unë pata privilegjin që të isha pjesë e këtyre përpjekjeve dhe për shkak edhe të angazhimit tim të hershëm në fushën e historisë dhe në përgjithësi të së drejtës ndërkombëtare, vazhdova të mbaja shënime, vazhdoja të punoja, vazhdoja të shkruaja dhe kështu dal nga dal u krijua lënda e parë që mori trajtën e një libri që e ka aty përpara profesor Adriani, një libër që mbështetet jo vetëm mbi veprimtarinë e përditshme praktike të diplomacisë shqiptare në dobi të Kosovës, jo vetëm në veprimtarinë e përditshme praktike të përfaqësive diplomatike kudo dhe të misionit shqiptar, por edhe mbi gjithë dokumentacionin që prodhoi nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare që i referoheshin Kosovës. Dhe kjo e bën më interesante studimin për Kosovën, sepse nuk është një studim i mbështetur mbi pikpamjen shqiptare, mbi qëndrimin shqiptar, mbi burimet shqiptare. Është një studim që përpiqet të kombinojë të gjitha këto burime bashkë edhe me burimet ndërkombëtare, përfshirë aty edhe qëndrimet dhe fjalimet e rëndësishme të personaliteteve ndërkombëtare kushtuar Kosovës. Mjafton të kujtoj që për këtë çështje në Gjenevë gjatë asaj kohe që unë ndodha aty, erdhi Bill Clinton, erdhi Kofi Annan dhe erdhën një numër i madh personalitetesh që flisin dhe që jepnin mendimin e organizatave ndërkombëtare që ata përfaqësonin apo të shteteve në emër të cilit ata kishin ardhur. Libri është mjaft i bollshëm, mjaft i gjerë dhe trajton shumë probleme. Dhe unë nuk kam ndërmend të aska kuptim që të ndalim në të gjitha ato. Do doja të vija në duke një dy gjëra që mendoj unë se janë shumë të rëndësishme. Fjala vjen në atë kohë në Gjenevë funksiononte Komisioni i të Drejtave të Njeriut, që sot ka marrë emrin Këshilli i të Drejtave të Njeriut. Një strukturë e posaçme, por mjaft autoritare, që ndikonte jashtëmase në formimin e opinioneve për sa i përket të drejtave të njeriut anë kënd rruzullit. Duke qenë se Kosova ishte një çështje e rëndësishme, atëre ky komision e shndroi çështjen e Kosovës në një ndër çështje që do të ndiqesh me prioritet për saj. Dhe krijoi një strukturë të posaçme. Caktoi edhe një të dërguar të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në ish Jugosllavi.
Dhe ky që u caktua ishte Gjiri Dinsdbir, ish ministri i punëve të jashtme të Çekisë, i cili në fjalimet që mbante në këto forumet e Gjenevës, ku ne ishim të pranishëm për ditë, tregonte qartësi, haptasi dhe pangurim një anësi të theksuar ndaj serbëve. Kjo do e mos që na prekte, na lëndonte, po dhe na revoltonte. Dhe nuk e pranonim dot që një njeri që fliste në emër të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, në emër të kryetares Komisionit të Drejtave të Njeriut, Mary Robinson, në emër të Organizatës Kombeve të Bashkuara, e shikonte Kosovën si diçka që s'po ndodh në gjë çuditshme aty. Serbët janë në tokën e tyre, janë në vendin e tyre dhe mund të bëjnë ç'të duan. Kjo ishte arsyeja që ne e gjykojmë të arsyeshme që do duhet të jepnim një përgjigje Gjirit Dinsdbir. Dhe përpara se të jepnim përgjigje, do duhet të kërkonim kush ishte. Dhe çfarë na rezultoi? Na rezultoi që Gjiri Dinsdbir kishte një lidhje me Beogradin. Nëna e tij ishte kushërir e gruas së Slobodan Milošević. Dhe kjo tregonte fort mirë anësinë e tij të theksuar në drejtim të Serbisë. Ja tham këtë hapur në një nga fjalimet tona të mbajtura në punimet e Komisionit të Drejtave të Njeriut, por ai vazhdonte në të njëjtën mënyrë. E përmenda këtë jo rastësisht sepse këtu në përmbajtjen e librit ka plot episode, njëri më interesant se tjetri. Por duke u nisur edhe nga fakti që edhe sot, e kësaj dite, i ngarkuari me çështjet e Kosovës, me dialogun Kosovë-Serbi, është jo një çek për një Slovak. Lajçak, i cili sipas mendimit tim gjithmonë tregon një anësi të theksuar përkundrejt serbëve dhe një qëndrim të padrejtë dhe jo ashtu siç do duhet të ishte përkundrejt kosovarëve dhe përkundrejt Kosovës. Prandaj atë që bëm ne në atë kohë me Dinsdbirin, cilin e vu me shpatlla për murin në një nga forumet e më të rëndësishme ndërkombëtare, do duhet të bëhet edhe sot duke ja bërë të qartë këtyre njerëzve që mbajnë mantelin e një organizate ndërkombëtare dhe që kryejnë punën e tyre, përfundojnë ato qëllimet e tyre, qëndrimet e tyre që nuk janë gjithmonë në konkordancë të plot me qëndrimet e organizatave që ata përfaqësojnë. Puna për të përkrahur çështjen e Kosovës, të asaj Kosove djemt dhe vajzat e së cilës luftonin dhe binin në fushën e nderit në Kosovë, ishte mjaft intensive edhe në fushën e diplomacisë. Ne kemi këtu profesor Paskalin, që ka qenë ministri i punëve të jashtme. Në këtë atribut është bërë një punë e jashtëzakonshme në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York, në Gjenevë, në forumet të tjera ndërkombëtare. Vetë ministri dhe ekipi i tij që vendoseshin her pas here për të marrë në dorë dhe për të trajtuar me objektivitet, panësi dhe me ndershmëri çështjen e Kosovës. Në këtë kuadër edhe misioni shqiptar në Gjenevë përballoi një punë të jashtëzakonshme dhe këtë nuk e them për të kërkuar lëvdata e dekorata e tjera, por për të thënë disa të vërteta që ka nevojë të dalin në dritën e diellit dhe që nuk gjenden gjithmonë të shkruara në për dokumenta apo në për akte të ndryshme. Se më është kërkuar të flas shkurt dhe kur do të flasë shkurt nga ndonjëherë të zgjatesh edhe më shumë. Kur thoni? Po pra, po e di. Të gjitha këto mbështeten sa mbi memorien individuale dhe veprimtarinë e ushtruar në krye të këtij misioni, po aq edhe në dokumentacion. Ky libër që mban titullin Lufta e Kosovës në labirintet diplomatike, është mbështetur mbi një dokumentacion arkivor dhe bibliografik shumë të pasur. Dhe kjo është arsye që u përfundua shumë vonë pasi unë përfundova misionin në Gjenevë.
gati 10 vjet më vonë se sa përfundimi i misionit tim në Gjenev. Mirë, unë po e mbyll këtu, duke ju falënderuar që më dëgjuat dhe duke e kaluar fjalën profesor Paskalit. Faleminderit profesor Kristafi, urime për këto punime shumë të vlefshme dhe shumë cilësore. Urojmë dhe suksese në punime tjera, sidomos me këtë lloj tematike ku gjithë jemi shumë të ndjeshëm. Atëherë tani po e kaloj fjalën profesor Paskal Milos në kuadrin e promovimit të botimit të tij Diplomacia e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Profesor. Nderuari kryetari i Akademisë së Shkencave të Artëve të Kosovës, zoti Mehmet Kraja, nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, zoti Skënder Gjinushi, të nderuar miq dhe të ftuar edhe nga Kosova, nga Tirana dhe nga gjitha institucionet që merren me këto çështje për cilat ne jemi mbledhur sot këtu. Është një auditor i përzgjedhur që na nderon dhe na bën krenar që vërtet ne kemi një komunitet të tillë akademik, shkencor, ku mund të prezantojmë arritjet tona dhe paneli që ka sot këtu Universiteti Mesatar i Shqipërisë është një përpjekje për të prezantuar arritjet tona shkencore të viteve të fundit, në mos them të këtyre 2 viteve të fundit. Dhe në këtë kuadër, unë kam patur kënaqësinë që të shkruaj dhe të përfundoj studimin e gjatë shumë vjeçar për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane, që mund të them ka nisur me një projekt në vitin 1994, kur për herë të parë një studius shqiptar, një historian shqiptar, siç isha unë, shkoi në arkivin kombëtar amerikan dhe ishte rastësia, por edhe fati im që isha i pari studius shqiptar nga Shqipëria që shkonte në arkivat amerikane. Dhe pritja dhe shërbimi që më bë atje, unë kam shkuar edhe 4-5 herë të tjera më vonë për të plotësuar studimet e mia për këtë temë, u arrit që pas 30 vjetësh, le të themi, gati të mund të dilte ai libër që keni ju aty përballë, që është një nga investimet e mia të mëdha shkencore në jetën time. Por ajo që dua të tregoj këtu, ndofta shumë prej jush mund ta kenë parë, uroj që ta kenë lexuar dhe shumë e shumë të tjerë, por siç ndodh zakonisht në Shqipërinë tonë, tani më shumë lexohen mos them në rrjetet sociale dhe historia shpesh bëhet në to apo në mjedise të tjera të cilat nuk kanë të bëjnë nuk kanë asnjë lidhje me shkencën. Dhe investimet tona shumë vjeçare për fat të keq mbesin pron vetëm e qarqeve intelektuale të specializuara. Por unë, siç u thash, jam i nderuar t'ju prezantoj këtë libër që çdo autor patjetër që ka një subjektivizëm në gjykimin e veprave, por mendoj që është një kontribut modest i imi në fushën e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Nuk do të bëj historinë, sepse libri e ka historinë e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane aty, por ajo që dua të analizoj këtu dhe të mos ju mërzis, është se unë kam zgjedhur disa përfundime
në historishkruarjen e këtij libri, të cilat më lejoni t'ja u lexoj, sepse është më mirë t'i lexoj se sa komentoj. I pari nga këto përfundime që kam zgjerë është se nëse Shqipëria 100 vite më parë konsideroi nga Shtetet e Bashkuara një vend me status të dyshimit pavarësie, integriteti territorial dhe aftësive të qeverisë së, sot ajo çmohet prej tyre si një shtet sovran, i lirë dhe me institucione të konsoliduara e përfaqësuese të vullnetit popullit shqiptar. E dyta, nëse 100 vite më parë, prezenca amerikane në Shqipëri ishte një grup njerëzish misionar, filantrop, mjek, infermier dhe edukator, sot ajo është gjithëpërfshirëse dhe e kudo ndodhur. E treta, nëse 100 vite më parë, në Shtetet e Bashkuara jetonin rreth 300.000 shqiptarë amerikanë, sot aty numri i tyre ka arritur disa qindra mijëra vetë. Disa thonë 300.000, disa thonë edhe 500.000. Nëse ata në atë kohë kryesisht ishin punëtor, sot statusi i tyre social ekonomik nuk ka të krahasuar dhe në mes tyre shkëlqejnë talente dhe njerëz me kontribute të jashtëzakonshme në të gjitha fushat. E katërta, nëse 100 vite më parë, Shqipëria u shpëtua nga vullneti dhe vizioni i një njeriu të vetëm, i presidentit Woodrow Wilson, sot ajo ka një marrëdhënie të konsoliduar zyrtare me të gjitha institucionet qendrore të Shteteve të Bashkuara, Shtëpinë e Bardhë, Kongresin, Departamentin e Shtetit dhe me agjenci të tjera zyrtare amerikane. Nëse 100 vite më parë, Shqipëria ishte e vetmuar në politikën ndërkombëtare të dominuar nga fuqitë e mëdha evropiane dhe viktim e kombinacioneve të tyre diplomatike, sot ajo gëzon mbështetjen dhe mbrojtjen e fuqisë më të madhe botërore të Shteteve të Bashkuara, por edhe të Bashkimit Evropian dhe të institucioneve ndërkombëtare të sigurisë. E gjashta, nëse 100 vite më parë, në Shqipëri nuk njihej modeli i demokracisë amerikane, ndofta as edhe si koncept. Sot ajo është bërë shkolla ku huazohen parime, koncepte dhe praktika për ndërtimin dhe konsolidimin e demokracisë e të shtetit ligjor. Nëse 100 vite më parë, Shtetet e Bashkuara nuk ishin të angazhuara në ndërtimin e brendshëm demokratik të shtetit shqiptar. 100 vite më vonë, ato janë plotësisht të përfshira në asistimin për funksionalizimin, demokratizimin dhe modernizimin e institucioneve të tij, veçanërisht të drejtësisë dhe të administratës publike, të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nëse shqiptarët e viteve 20 të shekullit kaluar mirënjohës pafund për mbrojtjen nga Shtetet e Bashkuara të pavarësisë dhe të integritetit territorial të vendit, nuk kishin mundësi që për shkak të dobësisë të tij, por edhe të konjunkturës ndërkombëtare të bëheshin aleat besnik të tyre, tani situata është krejt ndryshe. Shqipëria është partnere strategjike e Shteteve të Bashkuara dhe në aleancë me to në NATO. Ndër të gjitha aleancat që Shqipëria si shtet i pavarur në kohë paqësore ka aderuar, qoftë italiane, jugoslave, sovjetike dhe kineze, ajo ka qenë e kushtëzuar, e trajtuar më tepër si një bazë mbështetëse për objektiva që nuk ishin lidhje me interesin kombëtar shqiptar. Sot, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe me NATO-n ka frymën e barazisë dhe të transparencës. Nëse aleancët e mëparshme shqiptare me fuqi të tjera synonin të garantonin pushtetin e regjimit ekzistues, partneriteti strategjik shqiptar-amerikan sot në asnjë fjalë, frazë apo gërm të shkruar dokumentare të tij nuk ka asnjë shprehje apo frymë trajtimi preferencial për një qeveri apo forcë saktuar politike shqiptare. Nëse 100 vjet më parë, ndjenja pro-amerikane mes shqiptarëve ishte e fragmentarizuar, më shumë artikulohej në qarqe të arsimuara e qytetare se sa në radhët e popullit thjesht.
e në provinca, sot nuk ekziston një dallim i tillë. Amerika është kryefjala e preferencave të të gjithë shqiptarëve, jo vetëm në dëshirën e tyre për të emigruar në Shtetet e Bashkuara, që nuk është shumë për të gëzuar, është një simpati proverbiale që rilindi në shpirtin e shqiptarëve dhe që u rit si një pemë e harlisur, natyrshëm dhe që ka bërë atë popullin më pro-amerikan në Evropë. E fundi që doja të thoshja, jo për shkak të pranisë të kolegëve tanë nga Kosova, po për shkak se gjithnjë çështja e Kosovës ka qenë një problem kombëtar kryesor në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Në këtë libër janë përshkruar në detaje dhe mbi baza dokumentare gjithë trajtimi i Kosovës në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Dhe këtu mund të them që kjo nuk është bërë thjesht se ne sot do të ishim këtu të gjithë së bashku. Kjo është bërë sepse të gjithë librin e përshkon pikërisht ideja e një përfaqësimi të interesave kombëtare mbar shqiptare. Dhe ajo çka ka në këtë libër, mendoj që i shërben qëllimeve tona aktuale që ta shikojmë të gjithë së bashku aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo thjesht si një aleancë që ne vetëm përfitojmë, vetëm marrim, siç kemi bërë përgjithsisht historikisht, por ajo ka dëshmuar dhe dëshmon që je si shqiptar në trullin që jetojmë, në hapësirën tonë të Evropës Juglindore, jemi një faktor shumë i rëndësishëm që merremi në konsiderat pikërisht si partner strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kjo duhet të na gëzoj. Për fat keq nuk kam kohë të flisja më shumë për çka kolegu im profesor Krisafi referoi, sepse ajo është një dëshmi tjetër e madhe e asaj miqësie dhe atij bashkëpunimi ndër shqiptar që ka për të mbetur në shekuj si një monument atë dashurie dhe përkushtimi të të gjithë shqiptarëve kudo që ata jetojnë sot. Ju faleminderit. Faleminderit profesor Milo për prezantimin, jo vetëm të përmbajtjes së librit, mbi të gjitha konkluzioneve dhe mesazheve shumë të rëndësishme për të sotmen dhe për të ardhmen e Shqipërisë në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ju inkurajuar që të vazhdoni dhe duke uruar suksese të tjera në veprimtarinë tuaj botuese dhe shkencore. Tani më lejoni të ftoj këtu në panel zotin Kraja, zotin Gjinushi, zonjën Bardhyli për vazhdimin e një eventi tjetër në vijim të programit të panajirit dhe t'ja jap fjalën zotit Tole në vazhdim. Faleminderit. Përshëndetje, do të kalojmë në moment më festiv, më të relaksuar tashmë, besoj do ta mbyllim shpejt. Si qini djeni, panajiri mbarkombëtar i botimeve akademike dhe shkencore është era e tretë që zhvillohet. Është aktiviteti më i rëndësishëm në hapësirën tonë mbarkombëtare sa i përket promovimit të shkencës, të botimeve, të figurës së studiusit dhe të shkencëtarit. Organizimi 2 akademive tona me një partner do ta quaja shumë serioz, që është Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. Një institucion kombëtar i cili është në Ministrinë e Kulturës dhe ka në fokus promovimin e figurës kryesisht të shkrimtarëve, por tashmë fal bashkëpunimit me ne është fokusuar dhe tek figura e studiusit dhe shkencëtarit, pra e autorëve të botimeve akademike.
Kam kënaqësinë që kam këtu drejtoreshën dhe 2 kryetarët, pasi është tashmë traditë që gjatë ditëve të panairit, zakonisht në ditën e parë dhe në ditën e fundit, qendra ka vendosur që gjithmonë të jap 2 çmime, një çmime për autorin më të rëndësishëm, më me vlerë që vepra e tij ka ndikim në fushën përkatëse, në fushën e shkencave shoqërore albanologjike, dhe çmimin tjetër që besoj të ta kemi në ditën e fundit të panairit, pas nesër, në fushën e shkencave natyrore teknike. Tashmë, duke qenë që kjo është një çështje që i përket tërësisht vendimarrjes së Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, kanë dëshirë që t'ia kaloj fjalën Aldës për të bërë komunikimin e rastit. Fjala për ju. Faleminderit Vaso, të nderuar akademik të pranishëm për Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit. Është shumë e rëndësishme që ne jemi të pranishëm në një panajir i cili kërkon të rikthejë në vëmendjen publike pikërisht nevojën për të mbështetur tek shkenca, nevojën për të mbështetur tek studimet. Kemi shumë nevojë për zërin e akademikëve, profesorëve, gjuhëtarëve, kështu që përgjatë këtyre ditëve, por edhe përgjatë punës sonë të vazhdueshme ne përpiqemi që të vëmë theksin tek nevoja e një debati publik pikërisht me në fokus mendimtarët, njerëzit e librit, ata që na iluminojnë edhe na çojnë gjithmonë përpara. Dhënia e 2 çmimeve të rëndësishme në fushën e albanologjisë dhe të studimeve nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit është pikërisht në kuadër të filozofisë sonë për të mbështetur pikërisht ata që çojnë përpara dijen, mendimin, dhe mua më vjen shumë mirë që këtë vit ky çmim, sigurisht në bashkëpunim me 2 akademitë, atë të shkencave dhe arteve të Kosovës dhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, shkon për një figurë të rëndësishme të historisë së mendimit ekonomik shqiptar në këto 3 dekadat e fundit, unë i quaj ekonomistët mendimtar dhe shumë të rëndësishëm pikërisht për ecjen përpara të vendit, për gjithë lidhjen dhe komponentët që ata kanë me shoqërinë, por për ta komunikuar këtë vendim, unë të doja t'ja jepja fjalën me shumë kënaqësi dhe kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zotit Mehmet Kraja. Unë tani lexoj kjo që më sollën përpara, ky është çmimi vepra më e mirë studimore, i jepet akademik Anastas Angjelit për kolonën Ditari i tranzicionit me motivacionin një vepër madhore e cila sjell në kujtesë në mënyrë integrale historinë e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë pas viteve 90. Kjo kolon pasqyron një begati diturish në lidhje me reformat, zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Skënder Gjinushi, Ardë Bardhyli me Kraja. Në një ngjarje të fundit, ngjarje festive, në fakt, unë do të thoya që çdo vlerësim që bëhet për punën, për një vepër, për një publikim, në çdo gjini, në çdo fush, është padyshim në të njëjtën kohë edhe një detyrim, një obligim, një angazhim për atë që vlerësohet, për të vazhduar punën e mëtejshme, natyrisht për të pasur një prodhimtari më të madhe dhe në të ardhmen. Kështu që për mua ky vlerësim është një detyrim për të vazhduar këtë punë. Njëherë doja të falenderoja drejtoren Aldën e Qendrës Librit për një kapërcim që ka bërë në kufit e punës së kësaj qendre, që ka dalë jashtë rrethit të zakonshëm që ata kanë pasur deri tani në vëmendjen e tyre, në punën e tyre, të fokusit të tyre tek veprat e letërsisë, të gjitha gjinive, të veprave të artit, dhe bashkëpunimi 3 viteve të fundit ka futur në fokusin e kësaj qendre dhe ka përfshirë edhe kërkimin shkencor, dhe kjo ishte një dëshmi sot e bashkëpunimit për vitin e 3 në këtë panajir të 2 akademive të shkencave, Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë dhe asaj Akademisë së Shkencave
dhe të Arteve të Kosovës me Qendrën Kombëtare të Librit, bashkëpunim të cilin uroj që të vazhdoj dhe në vitet e ardhshme duke u intensifikuar më shumë për të dhënë pikërisht këtë funksion në shërbim të zhvillimit të shkencës në vendin tonë. Faleminderit të gjithëve, edhe një herë faleminderit. Tu mbyllet kjo veprimtari dhe vazhdojmë në orën 4 me programin e radhës.